data e re e zgjedhjeve, nënkupton për KSZ-n mbajtjen e ditës së 4. Një nga vendimet e para të KSZ-s për këtë proces zgjedhor është edhe ndryshimi i afateve kohore apo përshtatja e tyre sipas nevojës në pajtim me rrethanat. Organizimi edhe i një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër sigurisht se përbën sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe stafin e tij, veçanërisht për faktin se aktualisht jemi në fazën përmbyllëse të administrimit të zgjedhjeve lokale. Gjithashtu, data e re e zgjedhjeve nënkupton për KSZ-n mbajtjen e ditës së 4 zgjedhore brenda të njëjtit vit. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si gjithmonë, do të veprojë në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor, si dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Meqenëse se këto janë zgjedhje të parakohshme dhe KSZ ka në dispozicion 37 ditë për organizimin e tyre, një nga vendimet e para të KSZ-s për këtë proces zgjedhor është edhe ndryshimi i afateve kohore apo përshtatja e tyre sipas nevojës në pajtim me rrethanat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të caktojë në mbledhjen e radhës afatin për partitë politike për të formuar koalicione zgjedhore, pastaj afatin për subjektet politike për të certifikuar dhe dorëzuar listën e kandidatëve për deputet, si dhe periudhën e fushatës zgjedhore. Po ashtu, KSZ do të vendos edhe për periudhën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës, votimin përmes postës dhe në përfaqësi diplomatike, si dhe afatet për akreditimin e vëzhguesve.